Një moment shumë i ndjerë ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, kur babai i Malit hyri për ta surprizuar pas më shumë se 7 vitesh pa kontakte. Megjithatë, Mali zgjodhi të mos e pranonte takimin, duke e bërë momentin edhe më të rënd emocionalisht. Para surprizës, ai kishte folur për rrugtimin e tij pa strategji dhe për lidhjen shumë të fortë me nënën. Babai i tij tregoi dhimbjen e ndarjes dhe mungesën e marrëdhënies ndër vite, duke shprehur mallin dhe dashurinë për të birin. Refuzimi i takimit preku publikun dhe hapi debat të fortë jashtë shtëpisë. Pas hapjes së televotimit për Lornën, Angelon, Senon dhe Xhodin, publiku vendosi që Xhodi të largohet nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Megjithatë, Xhodi disponon biletën e fatit, e cila jep mundësinë për të rikthyer në lojë, nëse plotson kushtet e përcaktuara. Ky zhvillim pritet të ndikojë në dinamikat e shtëpisë, ndërsa Lorna, Angelo dhe Seno vazhdojnë garën të fokusuar në strategjitë dhe sfidat e rrallës.